Në këtë mandat ndërtojmë një stacion të ri modern të autobusëve në bllokun urban 58, i cili do të jetë funksional, i sigurt dhe integruar në rrjetin e transportit publik. Do të blejmë 5 autobus elektrik dhe 5 minibus elektrik, me të cilët përveç zgjerimit të rrjetit të transportit urban, do të arrijmë ta mbulojmë edhe transportin në përfshatrat e Malësisë. Me to ulim edhe ndotjen dhe kontribuojmë për një mjedis cilësor në tetovën tonë dhe për zhvillimin e turizmit në fshatrat e Malësisë. Në drejtim të përmirësimit të cilësisë së ajrit dhe mjedisit, parashikojmë edhe shtimin në stacioneve, disa do të jenë në stacione eko apo green dhe këto do të jenë të vendosura në pika kyshe apo pikat më të ngarkuara të qytetit. Në harmoni me planin e mobilitetit, bëjmë edhe korsi të veçantë për transportin publik dhe për biçikletat. Linja do të fillojë nga nën stacionit tek Universiteti i Europës Juglindore, përgjatë bulevardit Ilinden deri në qendër. Nga qendra do të vazhdojë përgjatë bulevardit Iliria deri tek kryqëzimi me bulevardin Blagoja Toska. Nga aty do të vazhdojë përgjatë bulevardit Blagoja Toska deri te rrethrotullimi i fundit i bulevardit tek stadiumi i qytetit. Të gjithë këto investime dhe modernizimi i transportit publik e bëjmë pa i ngarkuar qytetarët. Përkundrazi, transporti publik e bëjmë krejtësisht falas për gjithë qytetarët.